Në Mitrovic, ndërtimi i urës së re mbi lumin Ibër është përballur me një ngjarje të posaçëkonte që ka ndalur përkohësisht punimet. Gjatë natës, një sasi e madhe uji ka përmbytur punishtë ndërtimore dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në pajisje dhe materiale. Pronari i kompanisë ndërtuese Jahir Nimani e cilësoi ngjarjen si një akt të qëllimshëm sabotimi. Sipas Nimanit, uji është lëshuar me vedije nga liçeni i Ujmanit, çka ka sjell rrjedhë të papritur në kanalin kryesor që kalon pranë vendit ku po ndërtohet ura. Ky nuk është një aksident teknik, dikush e ka bërë qëllimisht për ta dëmtuar punën, është shprehur ai për mediat lokale, duke shtuar se dëmet janë të mëdha dhe se një pjesë e materialeve është bërë e papërdorshme. Në vetë ngjarjen bëritën menjëherë forcat e policisë së Kosovës, që kanë nisur verifikimet, por deri më tani nuk ka një deklaratë zyrtare që e ka shkaktuar ngjarjen. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, u shpreh shkurt se pyetje duhet të drejtohen ndërmarrjes Ibër Lepens, që menaxhon sistemin e ujitjes dhe furnizimit me ujë nga liçeni i Ujmanit. Nga ana e saj, ndërmarrja hidroekonomike e Ibër Lepens ka publikuar vetëm një njoftim për qytetarët e Mitrovicës ku bëhet me dije se do të ketë një tkurrje të përkohshme të nivelit të ujit në kanalin kryesor, duke paralajmëruar mungesa të ujit në zonat e larta dhe në disa fshatra përreth. Ngjarja vjen një vit pasi një incident të ngjashëm në zonën e Zubin Potokut, ku një shpërthim me 20 kg lëndë eksplozive dëmtoi rënd kanalin e ujit të Ibër Lepensit. Aso kohë autoritetet kosovare konsideruan si një akt sabotimi ndaj infrastrukturës kritike, duke vajsuar Serbinë për sulmin e cilësuar terrorist, akuzë që Beogradi e mohoi. Ndërkohë, organet hetimore po përpiqen të zbardhin nëse përmbytja e punishtes së urës e Ibrit ka qenë rezultati në një defekti teknik, apo siç pretendoi pronari një veprim i qëllimshëm që rrezikoi një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të Kosovës.